javës në shumë seanca është e domosdoshme prania e përkthyesve. Kjo po shkakton grumbullim të lëndëve sipas organizatave të shoqërisë civile, të cilat kryen një hulumtim për këtë çështje. Kjo ndodhi shkaku i mungesës së kuadrove. Zyrtarët komunal të Zubin Potokut morën paga për gjatë vitit 2024 që kushtuan buxhetit të shtetit 1 milion euro, por nuk ka asnjë dëshmi që ata respektuan orarin e punës. Po ashtu zyra auditori gjeti shkelje në mënyrë se si u dhanë subvencionet në bujqësi. Market ki multi-cooker nga brendi Hajner, 74.90 euro, me garancion deri në 3 vite, vetëm në Bau Market, Bau Shembull. Përplasje në distancë patën shpesh për gjatë 4 viteve të fundit, por sot një tension u vërejt mes kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe kryetarit të Prishtinës Përparim Rama. Të dy këta që i takojnë partive të ndryshme u bën bashkë në përurimin e një qerdheje në fshatin Bardhosh. Derisa Rama i kërkoi Kurtit bashkëpunim më të mirë, shefi i qeverisë në detyrë udhëzoi atë që të gjejë punë tjetër në Vjeshtë. Një qerdhe e re do ndërtohet në fshatin Bardhosh të Prishtinës. Për ta vendosur gurthemelin e saj, erdhi kryeministri në detyrë Albin Kurti. Pasi këtu erdhi edhe kryetari i kryeqytetit Përparim Rama, i cili veç ishte i veshur me lek të punës. Edhe në këtë ngjarje u vënua sërish ministra në detyrë arsimit e derisa të vinte, Rama e Kurti interesueshin rreth projektit. Mundet shumë shpejt. Me të arritur arbëria në Agaci u përveshën punës që ta vendosin gurthemelin. Mbrojtja e afërt përveç ofrimit të sigurisë u kujdesën edhe ta veshin mirë Albin Kurtin. Gjithçka po shkonte sipas planit derisa erdhi rendi kryetarit të kryeqytetit që të flasë e ku ankua për mungesë të bashkëpunimit mes nivelit lokal e atij qendror. Të takohemi se jemi taku ende që 4 vite unë e kryeministri për të mirën e kryeqytetit. I menjëhershëm ishte reagimi i Kurtit, i cili kërkoi atij që të gjejë një punë tjetër të re pas zgjedhjeve lokale. Investimet madhore të cilat janë shumë vjeçare, ato natyrisht që kërkojnë planifikime të tjera, e kjo është një plan shumë vjeçar, të cilin duhet ta bëjmë ndryshe mbase me dikë tjetër, e kryetari Rama pas Vjeshtës duhet gjejë një punë tjetër. Por do të kërkojë një të tillë Përparim Rama. Unë sigurisht që do të vazhdoj si kryetari i kryeqytetit edhe prap i lutem publikisht përkundër faktit që kryeministri kishte pas shef, kryeministrin e detyrë kishte pas shef kjo që të jetë ndryshe. Pas këtij përorimi, edhe 2 aktivitetet të tjera i zhvilluan së bashku Kurti e Rama. Tek objekti një qerdhe tjetër në kryeqytet ishte një raport më relaksues mes tyre. Aca Rama kujdes edhe për sigurinë në Agavcit. E tek aktiviteti fundit që patën së bashku për këtë të hënë, para se të arrente Kurti, Rama si arkitekt që është, shfrytëzoi rastin të jap disa këshilla punëkryesve. Edhe këto anime mos më luani shkollë të një kohës kur i kemi kur i përfundoni shkollë, mos më qenë një shkollë më e madhe dhe më e vogël. Edhe pse u pan edhe në 2 vende të tjera, Kurti me të zbritur nga eskorta sërish e përshëndeti për dorën Agacin. Njësoj veproj edhe me Ramën, që tani përplasjet veç i lan anash. Këtu Kurti u befasua nga njoftimi i investitorit. 6 muaj kena pas për të kryer për mes vitit tashmë. Unë kemi. Që fesh më shpejt sa që kena më. Po besojmë që edhe këtu një pjesëtar tjetër i mbrojtjes së afërt i ndihmoi për ta veshur i lekun e sigurisë. Për këtë situatë mes tij dhe Kurtit, mëgjërësisht ka folur Përparim Rama që ishte i ftuar sot në emisionin Frontal. Ai mes tjerash deklaroi se është mirë që kjo punë nuk vendoset me vendim nga individ si kryeministri në detyrë Albin Kurti. Që nuk është vota e kryeqytetit, e qytetarët të kryeqytetit, jo të personat individual që e marrin këtë vendim, prandaj qytetarët e kryeqytetit le ta vendosin se kush është meritor, është ai që ka punu me zemër e me shpirt gjatë tyne 4 viteve për me transformu kryeqytetin, apo ata të cilët e kanë sabotuar dhe kanë bloku gjatë tyne 4 viteve kryeqytetin. Kush ka bloku? Po është e qartë, ne qysh në fillim
unaza e kryeqytetit, unaza e jashtme pra është jetike për kryeqytetin, edhe ne e kemi nxjerrë këtë projekt që ka qenë faktikisht i ngelur në kasaforta, edhe kemi përfunduar së bashku me EBRD-n atëherë me mendim të tyre, me investim të tyre, pra me Ministrinë e Infrastrukturës, edhe projekti ka qenë i gatshëm në aspektin edhe si projekt, po edhe në aspektin financiar, ku 206 milion janë të dedikuar ende sot e kësaj dite prej EBRD-s, të 2.4 milion, pra deri në 40% të këtyre financave janë free, gratis, pa pare, pra janë grant. Pse s'vin ato pa? Pra ja që s'vin, sepse thot Hekuran Murati me siguri normal me vendimet të kryeministrit që mos me ndihmu kryeqytetit, sepse thonë pse me ta ndërtu ty unazën. Nga Prishtina, kryeministri në detyrë Albin Kurti do të thojë në Shkup të Maqedonisë së Veriut, ai dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do jenë ndërfolësit në samitin dyditor që mbahet më 30 qershor dhe një korrik në Shkup ku liderët e Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian diskutojnë mbi zbatimin e planit të rritjes për rajonin. Takimi i nivelit të lartë mbledh krerët politik dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare financiare për të shqyrtuar bashkëpunimin ekonomik, reformat dhe integrimin drejt tregut të përbashkët rajonal. Mbrëmjen e sotme, kryeministri Hristijan Mickoski pret një darkë formale me liderët e rajonit dhe zyrtarët evropian, ndërkohë ministrat dhe partnerët zbatues do të marrin pjesë në një darkë paralelisht në të njëjtin ambient. Nuk dihet nëse do t'jetë tim në Shkup, po nga Prishtina sot Albin Kurti e komentoi praninë e të akuzuarve për sulmin në Banjsk ka krah presidentit serb Aleksandar Vučić. Ai vlerësoi se presidenti serb më afër i mbante këta persona se sa vetëm mbrojtjen e tij të afërt. Morën pjesë në një prej sulmeve më të mëdha në Kosovë pas luftës. Terroristët pasi u larguan në territorin e Serbisë ndodhen arati nga drejtësia e Republikës së Kosovës. Thirrjet e autoriteteve e faktorit ndërkombëtar kanë hasur në vesh të shordhër në Serbi pasi nuk po pranojnë t'i dorëzojnë ata. Së fund me disa prej tyre po duke mbrojtur presidencën e Serbisë pas protestave masive nga studentët në Beograd. Shfaqjen e tyre në këtë formë e komentoi edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti këtë hënë. Dhe ne kërkojmë dorëzimin e kryekriminalit e kryeterroristit Milan Radojčić me 44 paramilitarë të tjerë, të cilët morën pjesë në sulmin terrorist e kriminal të shtatorit të vitit 2023. Tash të njëjtit janë edhe më afër se mbrojtja e afërt e presidentit të Serbisë. Sipas Kurtit, imazhet e kapura para ndërtesës së presidencës serbe tregojnë se sulmi në Banjsk në 2023 u krye nga një grup kriminal terrorist që ishte dirigjuar e financuar nga Beogradi. Ky grup kriminal e terrorist është i dirigjuar, financuar nga Beogradi dhe nuk është një grup huliganësh. Janë njerëz të cilët janë ushtruar në Serbi, i marrin urdhrat prej andej dhe kanë bërë agresion në Kosovë. Prandaj ata duhet t'i dorëzohen Kosovës. Lideri lëvizjes vetëvendosje foli edhe për situatën në kuvendin e Kosovës, ku përsëriti çka do ndodhë nëse Albolena Haxhiu se merr për krajën e nevojshme. Ose kompromisi tjetër është ofruar një anshëm nga kandidatja jon Albolena Haxhiu, e cila siç e dini ka deklaruar të premten që nëse nuk votohet me votim të fshehtë, nuk do të ketë nevojë votohet 2 herë për të. Ajo tërhiqet. Le ta provojmë votimin e fshehtë. O fiton Albolena, o ne e sjellim një emër tjetër. Kurti është pra i gatshëm që të takohet sërish me liderët e partive politike në vend, siç tha ai, për konsensus e kompromise. Ndërkaq që presidenti serb është deklaruar nga Spanja mbi protestat e fundjavës në Beograd që kërkojnë rrëzimin e tij nga pushteti. Aleksandar Vučić i fajsoi mediat për raportime derisa protestuesit krahasoi me futbollistë nervozuar pasi humbin lojën. Mira protestues mbushën sërish rrugët e Beogradit.
Kryesisht student dhe aktivist qytetar po kërkojnë zgjedhje të parakohshme dhe llogaridhënie nga qeveria. Protestuesit mbajtën bllokada për orë të tëra duke pamundsuar qarkullimin në pjesë të ndryshme të Beogradit. Por në orët e para të mëngjesit të së-hënës, forcat e policisë ndërhyn për të larguar bllokadat. Me një aksion të organizuar u liruan të gjitha rrugët e bllokuara, ndërsa 10 protestues u ndaluan. Sipas raportimeve atje, 10 protestues e oficer policie janë lënduar gjatë përplasjes. Presidenti Aleksandar Vučić nga Sevilla foli për zhvillimet e fundit. Ali morate također da imate u vidu da je to izraz nemoći. Shoh që njerëzit kanë frikë nga këto bllokada, por i bëjnë të gjitha nga pafuqia. E dinë se kanë humbur. Edhe në futboll, ai që humbet është gjithmonë i zemëruar. Ata që humben ndeshjen janë gjithmonë duke kërkuar një luftë. Gjatë deklarimit ai përmendi edhe Kosovën. Kontejnere na putevima. A është ky një program për të ardhmen, kontejner në rrugë dhe trazira. Një vazhdim i atij programi për Serbinë gjenocidale dhe Kosovën e pavarur. Njerëzit nuk duhet të shqetësohen. Shteti ka forcë të mjaftueshme dhe do të sigurojë mbizotrimin e rendit dhe ligjit. 10 mijëra njerëz janë mbledhur të shtunën në një protestë udhëhequr nga studentë në Beograd për të kërkuar zgjedhje të parakohshme që shpresojnë se do të dorëzojnë qeverinë e krahut të djathtë të Vučićit. Në njërën nga komunat e Kosovës me shumicë serbe janë gjetur një varshkeljesh nga zyra auditorit bërë fjalë për Zubin Potokun, zyrtarët e së cilës morën paga në vlerë 1 milion euro në total gjatë vitit 2024, por nuk ekziston asnjë dëshmi se ata shkuan në punë dhe respektuan orarin. Zyrtarët komunal në Zubin Potok punojnë zyrtarisht nga ora 8 deri në 16. Por nëse ky orar po respektohet në praktik, mbetet e paqartë. Kjo sepse komuna nuk përdor as sistem elektronik për vjushmëri në punë e as lista fizike ku punonjësit do të nënshkruheshin për të dëshmuar prezencën e tyre ditore. Kjo është vetëm njëra nga gjetjet e zyrës kombëtare të auditimit për vitin 2024. Sipas këtij raporti, komuna ka shpenzuar mbi 1 milion euro për paga dhe meditje, pa pasur një sistem efektiv të kontrollit të stafit. Në të njëjtin raport, auditorët ngrisin shqetësim edhe për dhënien e subvencioneve bujqësore. Komuna ka shpërndar 50 sera për përfitues individual, në vlerë të përgjithshme prej 50.000 euro. Por kjo është bërë pa asnjë rregullore të miratuar, duke lënë të paqartë mbi çfarë kriteresh janë ndarë fondet publike. Një tjetër çështje thelbësore është mosbatimi i ligjit për mbledhjen e të hyrave komunale. Zubin Potoku ende nuk ka filluar të mbledh taksa nga pronat dhe lejet e ndërtimit, edhe pse obligohet me ligj. Aktualisht komuna ka hapur konkurs për zyrtarin e tatimit në pronë dhe ka nisur procesin e regjistrimit të pronave në vitin 2025. Raporti evidenton gjithashtu edhe keq klasifikime të shpenzimeve, përfshirë një pagesë prej 731 eurove, që në vend të ekzekutohej nga kategoria e pagave ishte regjistruar gabimisht si investim kapital. Mangësi shfaqen edhe në pasqyrat financiare vjetore. Mbi 930.000 euro pasuri nuk janë regjistruar fare, përfshirë ndërtesa, toka dhe infrastrukturë. Po ashtu mungojnë të dhënat për pasuritje kapitale, stoqet, të hyrat tatimore dhe faturat e papaguara. Sipas auditorit, këto dobësi cenojnë transparencën dhe besueshmërinë financiare të komunës. Menaxhmenti i komunës është pajtuar me gjetjet, por zbatimi i rekomandimeve mbetet për tu parë. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë në mungesë ndaj 2 personave për krime lufte të kryera gjatë viteve 1998-99 në fshatin Kaçanik i Vjetër. Sipas akt akuzës, ata në bashkëkryrje me pjesëtarë të tjerë të forcave ushtarake dhe policore serbe akuzohen për vrasjen e 2 civilëve shqiptar. Përveç kësaj, u përmendet dhuna fizike dhe psikike ndaj viktimave, si dhe plaçkitja e pasurisë së tyre. Prokuroria ka kërkuar nga gjykata themelore në Prishtinë që procesi gjyqësor të zhvillohet në mungesë pasi të pandehur janë të paarritshëm për autoritetet e drejtësisë në Kosovë. Institucioni i akuzës konfirmoi angazhimin e tij për ndjekjen e krimeve të luftës, duke theksuar nevojën për drejtësi ndaj viktimave dhe garantimin e llogaridhënies sipas standardeve ndërkombëtare. Kurse gjykata themelore e Prishtinës ka hedhur poshtë një tjetër akt akuzë, bëhet fjalë për akt akuzën e prokurorisë
speciale ndaj pronarit të spitalit amerikan Klodian Alajbeu, pronarit të qendrës kardiake të Kosovës Ekrem Luka dhe të tjerëve të akuzuar për falsifikim dokumentesh dhe pastrim parash. Në akvendim, gjykata konstatoi mungesë të provave të mjaftueshme që vërtetojnë kryerjen e veprave penale nga të pandehurit. Dokumentet e konsideruara si të falsifikuara u gjetën të nënshkruara nga persona të autorizuar pa shenja ndërhyrjeje që plotësojnë kriteret ligjore për falsifikim sipas kodit penal të Kosovës. Gjykata theksoi gjithashtu se vepra e pastrimit të parave nuk mund të ekzistojë pa një vepër paraprake të provuar dhe prokuroria ka përdorur në mënyrë të gabuar kodin penal të vitit 2019 për ngjarje të ndodhura në vitet 2014-2015, periudhë kur në fuqi ishte kodi vitit 2012 me dispozita më të favorshme. Gjykata po ashtu theksoi se kompanitë e përfshira janë fitimprurse dhe kanë të hyra të ligjshme, gjë që vën në dyshim pretendimet për përvetësim të parave të paligjshme. Për këto arsye, gjykata themelore vendosi pushimin e procedurës penale ndaj të gjithë të akuzuarve për shkak të mungesës së provave. Në këtë institucion, por edhe në salla tjera të gjykatave të Kosovës mungojnë përkthyesit. Kjo mungesë po e cënon efikasitetin e funksionimit të sistemit gjyqësor duke shkaktuar grumbullimin e lëndëve. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, kjo situatë është shkaktuar sepse nuk ka interesim për këtë pozitë. 1999. Ky është vetëm një nga qendra rastet kur përkthyesit janë të domosdoshëm në seanca gjyqësore. Prezenca e tyre është shpesh esenciale, por së fundmi institucionet e drejtësisë po përballen me mungesën e tyre dhe kjo po krijon probleme. Këtë e bëri të ditur hulumtuesi i Institutit të Kosovës për Drejtësi Gëzim Shala. Gjatë seancave gjyqësore nuk kemi evidentuar ndonjë rast kur polës nuk i është respektuar e drejta e përkthimit, për shkak se kjo do të konsiderojë si shkelje absolute dhe më pasaj rasti do të anulojë në gjykatën e apelit. Mirë, po ka vështirësi të shumta përgjatë procesit. Ka për shembull raste ka një numër të konsiderueshëm të seancave gjyqësore të cilat shtyhen në mungesë të përkthimit. Ka sfida më pastaj në përkthimin e shkresave. Ai tregoi se deri te kjo situatë erdhi edhe për shkak të mungesës së kuadrove. Është kryesisht mungesa e kuadrove në këtë fushë. Tash do të thotë kanë kaluar disa vite dhe persona të cilët kanë folur edhe gjuhën shqipe dhe gjuhën serbe, një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë dalur në penzion, derisa gjeneratat e reja nuk i flasin të dy gjuhë dhe për këtë arsye ka një sfidë të konsiderueshme për gjetjen e kuadrave në sistemin gjyqësor. Këto problematika u bën të ditura edhe në raportin e IKD-s, efikasiteti gjyqësor në praktikë dhe të drejta gjyqësore në sistemin gjyqësor. Flasim tash për situatën politike dhe bllokadën në kuvend. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do t'i ftojë lider të partive politike në takime në ditët në vijim në tentim të zgjidhjes së ngërçit. Këshilltari për mendja i presidentës Osmani, Bekim Kupina, ka thënë se presidentja pret të zbatohet gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe se seanca konstituive e legjislaturës së re të kuvendit të përfundojë brenda 30 ditësh, siç është kërkuar nga kushtetuesja. Ai tha se nëse paraqitet nevoja, presidentja Osmani do t'i drejtohet edhe gjykatës kushtetuese për sqarime shtesë. Presidentja Osmani do t'i ftojë lider të partive politike në takime në ditët në vijim. Presidentja pret që partitë e përfaqësuara në kuvend ta zbatojnë gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe ta përfundojnë seancën konstituive brenda 30 ditësh, siç ka kërkuar gjykata. Nëse paraqitet nevoja, presidentja mbetet e gatshme t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarime shtesë, ka thënë Kupina. Për gjendjen e kuvendit ka një reagim që vjen nga mbi 50 organizata të shoqërisë civile. Ato kanë kërkuar që kuvendi të mos mbahet peng në një reagim të përbashkët në të cilin u tha se blokada institucionale po e cënon rendin demokratik. Gjykata theksoi se partia fituese e zgjedhjeve ka të drejtë të propozojë kandidatin për kryetar të kuvendit, por kjo e drejtë nuk është absolute. Ajo është e lidhur ngushtë me detyrimin për të ndërtuar shumicë përmes bashkëpunimit me grupe të tjera parlamentare,
thuhet në reagim. Kryesuesi i seancës konstituive të kuvendit, Avni Dehari, ka devijuar nga rendi i dakorduar, ka shtyr procedurat, ka propozuar një komision për votim të fshet, pa bazë ligjore dhe ka lejuar përbërjen e tij pa përfaqësim adekuat të partive të tjera parlamentare, thonë 52 organizatat e shoqërisë civile. Kjo përbën një ndërhyrje të papranueshme në procedurën e konstituimit të kuvendit, si dhe është cenuar parimi i përfaqësimit të drejtë parlamentar, duke e shndruar këtë proces në një veprim një-partijak dhe jo konsensual, thuhet në reagim. Politikanët shpesh kanë ndikuar në krijimin e një ambienti jo shumë të sigurt për gazetarët, duke ndikuar në gjuhën linquese dhe të urrejtjes në raport me këtë kategori. Edhe në raportin e publikuar nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës thuhet se siguria e punëtorëve medial vijon të jetë e brisht. Gjatë raportimeve në 4 vitet e fundit, gazetarët hasën shumë pengesa. Siguria tyre, liria mediave, gjuha e urrejtjes u përmbledhën në një raport të cilin të hënën e publikoi Asociacioni Gazetarëve të Kosovës. Kryetari i bordit të AGK-s Xhemail Rexha foli më shumë rreth gjetjeve. Në vitin 2024 ka ndodhur sulmi më i madh në kuptim legjislativ me miratimin e Kuvendit të Kosovës në korrekt të vitit të kaluar të ligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave. Rexha tha se siguria e gazetarëve vazhdon të mbetet e brisht. Siguria e gazetarëve në Kosovë vazhdon të jetë e brisht, gazetarët në Kosovë vazhdojnë të sulmohen në forma të ndryshme. E zyrtari ligjor i AGK-s Yll Zekaj tha se korniza ligjore mbetet në zbatim jo të barabartë. Ajo që është identifikuar në këtë raport, sikurse edhe në raportet e kaluara, është mungesa e zbatimit të kësaj kornize ligjore, ndonjëherë me vonesa, ndonjëherë edhe në mënyrë selektive. Zekaj foli për tendenca drejt pengimit të lirisë së mediave. Tendenca tjetër për ta kontrolluar ishte edhe përmes anëtarëve të Komisionit të Pavarur për Media, që disa prej tyre votërisht dolen që ishin edhe për rast të partisë politike në pushtet. Në këtë raport po ashtu thuhet se gjatë vitit 2024 u dorëzuan 132 padisllap. Jo për gjuhën, por për disa veprime të dhunshme janë arrestuar dhe suspenduar 3 policë. Prokuroria themelore në Pej dhe Inspektorati Policor i Kosovës kanë njoftuar se pas grumbullimit të provave dhe analizimit të tyre, të hënën kanë arrestuar 3 zyrtar policor, të cilët dyshohen se gjatë arrestimit të një personi kanë tejkaluar autorizimet e tyre dhe kanë keq trajtuar fizikisht të njëjtin ndërsa ishte i prangosur. Në njoftimin e përbashkët thuhet se me urdhër të prokurorit të shtetit, 3 policë janë ndaluar për 48 orë për veprën penale, keq trajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike. Hetuesit e IPK-s me autorizim të prokurorisë themelore në Pejë do ndërmarrjen edhe veprime tjera hetimore drejt ndriçimit të plotë të gjitha rrethanave që ndërlidhen me këtë rast, thuhet në njoftim. Inspektorati Policor i Kosovës ka ndërmarrë veprime hetimore dhe ka rekomanduar suspendimin e 3 policëve. Janë bërë një muaj prej kur bizneset me një vendim obligativ të ZRE-s u detyruan të kalojnë në treg të lirë të energjisë. Përfaqësues të bizneseve po vazhdojnë të kundërshtojnë këtë vendim, duke thënë se vendi ynë po bëhet i pashpresë dhe se ato po dëmtohen me kësoqasje nga institucionet. Janë bërë 30 ditë prej hyrjes në fuqi të tregut të lirë të energjisë për bizneset në Kosovë. E derisa çmimet shkojnë në rritje, bizneset po përballen me pasiguri dhe sfida të mëdha. Oda ekonomike paralajmëron se menaxhimi i procesit të liberalizimit ka qenë jo transparent dhe po e vështirëson funksionimin e bizneseve. Mbi 1300 biznese përballen me situatë të vështirë, ndërsa kërkohet ndërhyrje urgjente për të mbrojtur ekonominë dhe vendet e punës. 6.1% është shumë. Shumë ka qenë edhe dalja në tregun e lirë, ku prej 200 deri 400% ka shku. Po nëse vazhdon kjo forci që bizneset mi majtë në tregun e lirë, nuk ka më folë ma për 400%. Po s'ka me pas përqindje që ka me nalë çmimin e energjisë elektrike. Kryetari i Odës Ekonomike, Lulzim Rafuna, thotë se standardi i jetesës vetëm është ulur dhe kjo do të vërehet vetëm kur është shumë vonë.
Nëse të mbyllën bizneset, rritet papunësia, po bëhet një vend i pashpresë. Shiko, qytetarët e Republikës Kosovës tani nuk e vrejnë për arsye se nuk shpenzojnë shumë. Edhe 6-8 euro e ka rritjen, por nuk e vrejnë fakturë. Më shumë të çmimi do të vrehet me fillimin e muajit tetor, nëntor, kur fillon koha të temperaturat më të ulta, fillon konsumi për ngrohje, atëherë do ta vrejnë qytetarët e Republikës Kosovës, do ta vrejnë edhe biznesi. Ai shton se prodhuesit vendas po humbosin konkurrencën përballë produkteve të importuara, ndërsa eksporti vazhdon të bie. Ja, dhënat e fundit nga gestioni statistik të Kosovës, vetëm 13% e mbulojmë eksportin me import. Ne kemi ngel në shumën e 257 dhe bile kemi rëmje të eksportit, kurse për 5 mujorin, kështu kanë dhënat, janë mbi 1.6 miliard që është importuar. Nga 1 qershori, bizneset me qarkullim prej mbi 10 milion euro ose me mbi 50 punëtor janë detyruar të zgjedhin vetë furnizuesit për energji. Bizneset që nuk e kanë zgjedhur furnizuesin mund të lidhin kontrata me Kekun për një periudhë deri në 6 muaj. Deri me 19 qershor janë nënshkruar mbi 360 kontrata me konsumatorët që kanë dalë në treg të hapur, e që llogaritet të jenë rreth 1300 biznese. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve Fokus. Gazeta Express është adresa ku mund të informoni për këto dhe shumë informacione të tjera. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.